Por realisht nuk e kom prit që mund është mi afru prapë klubit. Se kom prit ti që ju afru se për tjerë, për që i shok të që i thujnë gjithë shka gjatë ditës. E për qofen gjatë natës. Për shumë, a jam shku në herë mi thobe një që sëne pse ju ke afru klubit? Këtu e kam bërë gjithë kohës. Qa si kanë thënë njëri tjetërit, qa si kanë thënë njëri tjetërit, dhe mas 10 minuta, gjysë më orët, ha, si kur s'ka ndodhë asgjë. Kanë qesh, kanë folë, kanë bërë. Dhe që unë me labin, e para njerë, unë më zhdita shumë, reagova shumë. Pastaj, u diskutu dhe në prajmë, nuk kërkuan falje, dhe unë 4 ditë nuk i kam folë. Dhe të na i përpiqe, afroje, fliste, unë i thasha mos më folë fare, mos më drejto fare, për 4 ditë me ratë. Një ditë këtu, mbasi e kishte bërë muhabeti me lëndrimit, flutën tha të flasim pak. Hajde, thash, urdhëra fal. Edhe më ka kërku falje dhe me be unë nuk ja zë besën ati, prap, se e ka bërë 3 herë. Me gjitha të, momenti që tjetërit ullet, edhe të zë zot, familje, kalemaj, drejt, nuk e kam bërë me të keq, pavarësisht se unë ashtu e pash, por kur vjen dhe ftofesh, fillon me ndoj që mbase dhe nuk ka qenë ashtu, gabim ishte. Përdhosje ishte, po jo ashtu si e pa shumë në atë formë, dhe me të na ishtë rëndë. Edhe 10 minuta ma ka sqaru me tërë. Të që të bëjë unë? Jo, unë nuk thash nësë një pikë që ti mos mi folja atina edhe mos as një kontakt. Po thjesht, unë e ty të pyta, a e ki për seriosisht që pithu për ufëll, mu lo me ufëll dhe ju po bëj shaka. Kur u ktheva prap, i shekon prap të bo muhabet me to, thash, jam bo thashtu atë dy shuka. Po jemi këtu me Aurora, që të bëjë? Të rri vetëm si hu? Ju vetë s'ki nevoj me nejtë, po se di s'më do të mirë. Më thujti. Adin, ose... Pastaj, kur tjetërit kërkon falje, pra në një farë mënyre do t'a kalosh, do t'a gëlltisësh. Edhe për mirësi edhe për fakti që jem mbyllur mas 4 mureve. Unë prap punën e shakas, nuk ishte shaka me bo shaka. Ajo ishte në një farë mënyre për t'a vënë loj. Për naivitet është fjale bukur. Por për kapacitetin që ka, që unë e kam thënë. Dhe pra para 2 ditësh, 1 orë të tërë, i kam bërë analizën e lojës ti të shumëtuar. Do të thotë që unë nuk është se kam ndryshu qëndrim ndaj labit, ose atë që mendoj ndaj labit. Vazhdoj t'ja them në sy, vazhdoj t'i fus kunja gjithë kohës. Por ama, kur astis afër në divan, që të bëj të rikështu? Mos t'flas. Ose mos kur punë në i budalik, mos qesh. Njësoj dhe me Ludën, edhe ai kërkoj falje. Ludo nuk ban gabime t'illa. Unë e di që aju kanë, për që u shkuta ka prej karushë, nuk qenë se në tishme eq. Një pra, Ludo është pak më i shfajsuar në atë pikë, sepse Ludo nuk e ka ditë, ndoshta dhe nuk e kupton rëndësinë, kurse Lavi e ka për 3 herë. E ka marrë, e ka fshehur, herën e parë, herën e dytë e mori e hodhi, në ka 2, dhe herën e tretë bëri këtë tjetrën. Por unë, mendim për Lavi nuk kam ndryshuar. S'bëhet fjalë fare. Dhe vazhdoj t'ja them sy, gjithë që mendoj. Ama, kur je rastis, nuk është se po rri me labin. Kur rastis, s'kam që dhe. Unë të poshtet vetë me labin. Po si shat vetë, unë nuk isha uli i vajta labit a për hajde të bëjmë mua vetë. Po se di, unë e kur ta thash, unë të poshtet jo dhe labin. Edhe të kom pas që jeni kështu, për një me nuk e kom prit që ju 2 keni me full prap. Po, një mirë më nxejse, një hajdani buk. Në momentin që kërkom falje, po nga kejtë dina që labi këtë qa dhe që të thët, si e shetë që ju kanë bot 3 veç që i kanë thë ti ke bo gabim. Unë e di atë pjesë, unë prap e di që aji mund të bëj. A tu kur i këna thë kërkë folje në praj? Se bëri bre. Nuk e ka bo. Po pastaj unë justifiku se më thështë e Ludë, thështë që jo prej nati, dhe prej nati që nuk kërkon të falje. Po atë ka kërku Ludë falje? Po, edhe Ludë. Ludë ka thonë... Jo, pa kërku falje. Ludë ka thonë, unë i kërkoj falje, po se këm bo me atë qëllim, edhe për shëtë arsye nuk... Pa kërku falje, ata të 2, unë nuk flisja më. Kjo është pak po e sigur. Fakti që kërkuan falje, për hire dhe të ambjente që jemi gjithë pash. Për ndryshë, unë ta thash që atë në sy, a krejt tjere kanë thama sysh. Unë e di shumë mirë që, sepse edhe do t'i përdorin situatët, unë e di shumë mirë të pjesë. Po unë në ndërgjigjen time jam shumë e qetë. Zonëve që lëshuva një laf edhe 5... Në ndërgjigjen time unë jam shumë e qetë. Unë lëshuva një laf 5 vetë këtyn. Edi? Po unë e thash që hajtë përdorin i tani situatën. Unë e di shumë mirë.
edhe nuk më shqetëson fare. Në ndërgjigjen time unë jam shumë e qetë. Që normal që Gabimin që bëri labi, tregoj veten. Unë fund më lëndoj, sigurisht, po jam lënduar dhe herë tjera dhe kam ecur përpara. Unë për labin nuk ndryshoj mendim. Edhe Besa nuk ja zë, e di që prapë mund ta bëj. Po shqyqyr jemi në fund. Edhe nuk do më duhet më të mere me as me labërëra, as me albërëra, edhe ku digjon në një tjetër. Kështu që është ajo, e ke parasysh sprinti i fundit që duro gëlltit sa me e marru edhe me kalu ma ta. Kjo është e gjitha. Ne tashon si doj unë mirësjelljen time tregoj, njeriu që jam. Jo, se këto unë e ku kuptu edhe me veten te, Sa kam dëgjuar që njeri nga nuk... Alba, Aurora. Këtu unë me veten te me ku kuptu që njeri nuk reagon, edhe pse ka mundësi me botë madhe dhe zhurma, po në fund ditës e din ti ku qëndron. Se unë për shembull sot, ku mujt tënë ditë e lume, mos më munol goja. Edhe që tash, nalë t'kesh, po është emri jem veç u përmenke. Qa preti mos përmendet? Jo në presë më përmen për diçka që është. Ti thua shqyr që përmendet, madje. E, po unë Tregon që pas ke një lloj vlere. Ama unë jem, apo mene që jam mërzit, ti është s'po mujnë me arrit që ata për mjë gjuane. Le të folin për mu kërëm s'le të nalën. Le të vinë le të folin në symëre, unë që shto muj me poll. Edhe muj me të kundështu. Ama jo me vërtit s'po muj. S'po më pëlqej vetja. Mua, në qoftë se ka pasur një gjë që më ka shqetësuar e gjithë Big Brotherit, është të debatorit në të bërtitura. Që unë e kam shumë Unë thësh që... Por, jo, me të tjerë nuk kam bërtitur. Unë kam pas debate me shumë njerëz, nuk është se kam bërtitur. Me Alba, për shembull, jam detyruar. Jam detyruar se nuk të dëgjohet zëri pos bërtite. Edhe quhesh e dobët, edhe quhesh e humbe debatin. Do të ta ngresh zërin. Hajde folim sy një burë se... Sa nuk ka. Jo, s'kam. Folum ka dalë. Veten tregojnë dhe veten tregojnë. Dhe e di pse jam i qetë, le të thonë banorët që të duan këtu vërdall për këtë situatën. Unë jam i qetë se publiku e di edhe qëndrimin tim ndaj labit, edhe çfarë i them labit, edhe mendimin tim për labin dhe gjitha me radhë. Ama kur unë rastis, qëllojmë të dy këtu afër dhe më fletun, çfarë do bëj? Edhe sot ishte vënje në loj. Si ishte shaka, hajde se po bëjmë shaka të qeshin. Ishte vënje në loj. Se unë e di shumë mirë se ai ka kapacitetin ai kaq. Se ja përmene Benitez atë fjalën që ja thashën që ikin meshkujt nga ti? Si? Fakt, qa ke kuptu me qëto që i thash? Me kë? Qëto Benitez që ja përmene edhe në dhumë? Që pëlqimet që ajo ka shprehur këtu nuk kanë qenë reale. Na e dina që kur ti shprej pëlqim një djallit, ti pret mu afru me qëta, jo mu largu. Okej? Se për cilla është arsye pse ti i shprej pëlqim dikujna. Vish me hek prej vetës, jo, mërë se Po që bëri Benita në atë moment? Kina mojt shumë sene të rana, mrena edhe s'u ka fundi botës, edhe një pëlqim e mon mrena edhe s'ja thu. Megjithatë unë mendoj që për Lojën ajo ka pëlqim. Jo, unë nuk i thash as një sekund, ato a ka pëlqim, as ka pëlqim, është tjetër temë. Unë ja thash se janë nisi të mguc mu, se... Për kushtrimin? Për kushtrimin edhe për lëndrimin, për dët, njëjtën kohë. Edhe unë i thash, unë për me ngucë, por edhe është pëthush, thash të pak të në një mes dëve, ti e kanë gjithë mes shifte, edhe ke shprej pëlqime njerës të kanë nikë, në atë aspekt që s'ta kanë këthyt njëjtën, jo që kanë nikë prej te, se unë Benita prej që marrë që asë që kaqë. Vesh herë më ka thënë kisë ty të bukur. Kur kompliment nuk më ka dhënë. As po do kësh mirë, as jeri shmirë, as më prajmë. Kur, e vetë mja Benita.